Përshëndetje, jam Qamile Osmani, që 8 vite se jetoj në Vjenë, e rritur dhe shkolluar në vendlindje, kam mbaruar studimet diplomike për menaxhment dhe marketing, e magjistruar për në të njëjtën dek, dhe fatkeqësisht të them, momentalisht bashkë me bashortin ton, tim ndodhen në Vjenë. Pse? Kjo pyetje është shumë domethënëse. Pse erdha unë në Vjenë? Fatkeqësisht, po realiteti i hidhur është ky. Jo një vend i siguruar i punës. Kjo, për familjen time, është shumë keqardhëse. Sepse, vëllau i madh ka studiuar, vëllau i dytë ka studiuar, vëllau i tretë po ashtu, unë po ashtu, vëllau i vogël po ashtu. Që të gjithë të pa punë. Çka do të thotë kjo për një prind? Shumë harxhime të mëdha dhe asnjë përfitim si kemi sjellur. Keqardhje e madhe. Gjenerata që unë i përkes e 89-ës, njihemi në Kërçov si gjenerata e ardhët. Do me thënë gjenerata më e mirë që mund të vinë dhe njëherë. Vetëm 3% të këtyre studentëve janë të punësuar. Fatkeqësisht, 97% janë të larguar nga vendlindja. Çka do të thotë kjo për Kërçovën? Njerim. Rinia më e mirë largohet. Kush ka mbetur aty? Shumë keq, shumë pak. Dhe kjo çka ministri është të ofruar, është shumë e mirë. Do me thonë bën një program për rinin. Kjo është për të admiruar. Do me thonë mbështet rinin. Sikur se dikush të ma kishte zgjatur dorën mua, unë sot nuk do të ndodhesha në Vjenë. Të gjitha ato që bënjën aplikive, i largonjën, nuk u jepnin mundësi që t'i punësoj. Punësojnë ato që ishin me shkollë të mesme. Dhe të gjitha ato u ikën nga administrata. Kurse ne që ishim në niveli pak më të lartë na larguan. Pse? Sepse nuk mundeshën të na ofrojnë vendin e punës që ne e kërkonim. Unë dhe familja ime të gjithë, jo vetëm tek mbështetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, që ofruan një kërkesë pune. Mu, personalisht, Fatmir Beari ka thënë, unë s'kam vend pune për ty. Ti qit një biznes privat. është pak qesharake, kur ti i drejtojsh për punë, kurse e thot ti shko bo privat. Ku ta gjeja unë atë pakën shembull 3% ose 5% që të qelqa një biznis privat. Po, nëse isha si sot me bashortin tim, do kishim mbështetjen e baballarëve tanë, do që mund ta kisha qenë një biznes privat. Por, kur në një familje 6 antarësh, të gjithë kemi pasur bashortë dhe vëllezërit nuse në shkollë, do të thonë për 12 antarë të familjes të nivelit të lartë nuk ka pasur vend pune. Kjo është shumë përkeqardhje. Të gjithë jemi larguar, shoqërzoti kemi shumë mirë, shumë. Kemi financat mjaftueshme, jemi të gjithë me familje shëndoshë mirë, vetëm një falinderim nga ministri që vëllaun e madh na ka punësuar në kryt të 25 vjetëve mbarim të studimeve. Kjo është një realitet. Garantoj që në të ardhmen për gjithë secilin i cili e sheh veten e tij vendlindje që nga përfundimi i tij të zgjedhjeve minimum 10 kurveçarë që duan të kthehen vendlindje i kanë 10 vendet garantuar. Për vitin e ardhshëm që premtova 300 punësime, garantoj diku 30% për familjet të cilat kanë krijuar këtu çifte, familjet tyre rikthim në vendlindje. Rikthim jo duke u kërkuar mjete para për punësime, por duke i punësuar sipas meritës që ato edhe e kanë.